Gjithë mirë. Gjithë mirë. Zoti Gjermara, ju sa përfunduat edhe procesin e votimit dhe si drejtues politik i qarkut të Lezhës, Partia Demokratike ka patur disa incidente ku i fundit ishte edhe arrestimi i bashortit të Elda Hotit, kandidate për deputete. Cili është reagimi juaj në lidhje me këtë ngjarje të ndodhur në e djeshme në Mjerkit? Pikës pari duhet të theksoj që sot është një ditë shumë e rëndësishme për Shqipërinë. Është një moment kyç ku qytetarët duhet marrin benefitet e demokracisë. Ata duhet votojnë lirisht, duhet jenë vigjilent, duhet jenë pjesëmarrës, sepse është shumë e rëndësishme që ata të kenë nesër Shqipërinë që dëshirojnë, një Shqipëri të ligjit, një Shqipëri me standarde europiane, një Shqipëri me rroga dhe pensione dinjitoze, një Shqipëri ku sundojnë njerëzit e ndershëm, ligji dhe jo bota e krimit. Unë sot kam me vete dhe time bie e cila nuk voton, por duhet a edukoj me shëndrinë e votës, sepse indiferenca është armiku më i madh i demokracisë, pjesëmarrja e përmirëson demokracinë, e bën më të mirë demokracinë shqiptare. Për sa i përket pyetjes tuaj, mendoj që organet shtetërore po na vendosin në një situatë parademokratike, para shtetërore gati,